Me rastin e 26 vjetorit të martirëve të Krushës së Vogël, sot bashkërisht u bën presidentja e vendit Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, zëvendës kryeministrja Emilia Rexhepi, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj, kryetari i Rahovecit Smaj Latifi, kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur Andin Hoti, deputet të Kuvendit, asamblejist, përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta, si dhe shumë qytetar e familje martirësh dhe veteran, rikujtuan barbarinë më të madhe të këtij fillim shekulli që bën forcat serbe në Krushë të Vogël. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i Krushës së Vogël Shkelzen Hajdari, i cili me këtë rast tha se ne ende po përballemi me të pagjeturit tanë dhe se i kemi vendet e hapura dhe zemrat tona bashkitojnë me ta. Me 26 mars 1999, Krusha e Vogël u shndrua në një vatër të dhimbjes dhe të tragjedisë, ku shumë njerëz të pafajshëm, burra dhe fëmijë u vranë dhe u masakruan nga forcat policore serbe të ndihmuar nga banorët serb të fshatit tonë, të cilët kishin për synim të shuanin shpresën dhe ëndrrën për një të ardhme të lirë. Nga kjo masakër betën të zhdukur edhe 60 persona. Si pasojë e kësaj masakre betën jetim 145 fëmijë dhe 82 gra të veja. Nga këtu, në emër të nënave të Krushës, bëjmë apel institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare që të dihet fati dhe 60 bashkëvendosëve tonë që të dihet sa më shpejt fati i tyre. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në këtë të bim përkujtimor me rastin e 26 vjetorit të masakrës në Krushë të Vogël, fillimisht bëri nderim tek lapidari dhe pastaj tha se një fshat i tërë u kthye në një varrezë. Një fshat i tërë u kthye në një varrezë, në një kujtim të përjetshëm të barbarisë që njohu njerëzimi në prag të shekullit të ri. Forcat serbe nuk u ndalën vetëm me vrasjen. Ata dogjën trupat për t'i mbuluar gjurmët e krimit, por asnjëherë nuk mundën ta fshehin të vërtetën. E pikrisht kjo sjellje e tyre e dëshmoi njëherë e përgjithmonë qëllimin e tyre për ta fshirë popullin shqiptar nga faqja e dheut. Mirpo, siç qëndroi historikisht, qëndroi edhe në ato vite, i palëkundur, kombi ynë në Krushë të Vogël, në Krushë të Madhe dhe çdo kund anë kënd Kosovës. Krusha e Vogël nuk është vetëm dhimbje, por është edhe simbol i ringjalljes, siç e shohim nga këta fëmijë që janë sot me ne. Por mos të harrojmë se shumica dërmuese prej tyre janë rritur pa prind. Nga rrënojat e Krushës së Vogël, nga plagët e saj, nga toka e djegur, kanë dalur njerëzit më të fortë, më qëndrestar që mund t'i njeh njerëzimi. Gra të pathyeshme, simbol të qëndresës. Fëmijë që sot janë burra e gra, të cilët ndërtojnë Kosovën e lirë, sovrane, të pavarur. Krusha e Vogël nuk është vend i kujtesës, por edhe vend ku ne shohim të ardhmën tonë. Ajo që ndodhi këtu nuk do të harrohet kurrë, jo për hakmarrje, por për t'u mos përsëritur asnjëherë. Kryeministri Albin Kurti me këtë rast tha se erdhëm në Krushë të Vogël në këtë vend që është një dëshmi e madhe gjenocidit të Serbisë. Ju jeni dëshmitar të asaj kohe të mërshme lufte, kur Serbia pushtuese armike kreu krime lufte, krime kundër njerëzimit e gjenocid mbi ne shqiptarët e Kosovës. Madje edhe aktivist drejtat njerëzit në Beograd, si Serbia Nataša Kandić, e kanë quajtur krimin në Krushë të Vogël gjenocid. E këtu në Krushë të Vogël janë të fuqishme dëshmitë e krimeve të Serbisë, ndërkaq gjykimet e dënimit për këto krime janë aq të pakta e të mangëta. Prandaj është çështje urgjente adresimi krimeve të kryera gjatë luftës, sepse përderisa këto krime nuk vjetrohen, dëshmitarët e këtyre mizorive vetë pas viti po plakën e po paksohen.
Përballë një gjenocidi kaq të egër, ka vetëm një përgjigje dinjitoze. Të vihet në vend drejtësia si një imperativ moral e universal për çdo viktim. Masa e krimit atë botë e detyroi NATO të ndërhynte. Nuk mund të mos jepet drejtësia për një masë të tillë krimi. Me përgjegjësinë më të lartë institucionale e kombëtare, duhet të vazhdojmë me përkushtim adresimin e krimeve të luftës para drejtësisë dhe para historisë. Të angazhohemi për paqe sot e për jetë më të mirë të brezave të ri, për më të vegjëlit e për ata që do të vinë pas nesh. Teksa po punojmë për ballafaqimin me të kaluarën si shtetë si shoqëri, ne po ecim përpara me përkushtimin tonë të përbashkët për të luftuar padrejtësitë dhe për ta ndërtuar një shoqëri më të drejtë e më të barabartë. Të pranishmit I ka përshëndetur edhe kryetari I komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, I cili tha se duhet të rikujtohet kjo datë dhe 113 martirat sa është dhimbje, është dhe krenari dhe duhet parë se çka mund të bëhet për të ardhmen e përbashkët, tha kryetari Totaj. 113 martir, prandaj jemi mbledhur këtu të përkujtojmë ata. Zoti kryeministër shumë mirë e përmblodhi, prandaj pa u dashur të përsëritem, po të konstatoj sa është dhimbje, aq është edhe krenari. Po duhet të theksoj se mënyra se sa I nderojmë martirët edhe gjithë ata që kanë dhënë kontribut të madh, mas mirë të tregojmë me mënyrën se si sillemi, me çfarë përgjegjësie ndaj të ardhmes tonë të përbashkët secili nga ne që jemi këtu. Pas kësaj pati një recital kushtuar këtyre martirëve, derisa u bën omazhe nga gjithë të pranishmit. Veç plumbe therë, në Krushën e vogël, nata u bë varë, u mbushën o borët me heshtje dhe zjarë.